Pranimi i Federatës së Basketbollit në FIBA ka shtuar përpjekjet e zyrtarëve të saj. Chris Diall, koordinator për moshat e reja dhe selektori grup moshave U16 nga Federata e Basketbollit të Kosovës qëndroi sot në Ferizaj. Ai u ka dhënë instruksione dhe ka parë nga afër talentet e shkollës së basketbollit Kastrioti. Sipas tij, basketbolli i Kosovës është në nivel goxha të mirë, edhe kjo fal talenteve dhe menaxhuesve të saj. Përvoja ime këtu është e mirë dhe definitivisht këtu ka shumë talent për basketbol. Fëmijët dinë të luajnë, trajnerët janë të mirë, por edhe menaxherët janë të angazhuar shumë. Prandaj kjo edhe më ka dhënë kënaqësi deri më tani. Këtu shoh një potencial, por duhet punë që të arrihet ajo që synohet. Megjithatë, burimi më i mirë i suksesit për trajnerët dhe programin ton është talenti i lojtarëve. Ndërsa këtu i kemi disa lojtarë shumë të mirë. Tani vetëm shpresojmë që mund t'i vëmë në pozitën për të korrur suksese. Ndërkaq trajnerja e shkollës së basketbollit Kastrioti tha se basketbolli Ferizajës ka shpresa të mëdha, pasi që në shkollën e saj janë rreth 70 të rinj, në mesin e tyre ka talente të dalluara. Jam e bindur edhe premtoj që shumë shpejt kena me pas një teatër me shumë ndritëm për Ferizajn, pasi që dikon afër 70 ose 80 fëmijë janë domethënë pjesë e ekipit dhe shkollës së basketbollit Ferizajt. Ku prej të neve presim rezultate shumë të mira, që nashta një tar me shumë të afër, nashta s'kena me pas edhe nevojë edhe për lojtarë të huaj. Komiteti Ekzekutiv i FIBA-s, i grumbulluar më 13 mars 2015 në Mies të Zvicrës, vendosi me vota unanime pranimin e aplikacionit të Federatës së Basketbollit të Kosovës për antarësim me të drejta të plota në familjen e madhe të këtij sporti.